Ekipa fituese ka me fitu një umre. Kupa e Xhamatit është turnej me rreth 800 lojtarë. Ata lojtarë që marrin pjesë janë prej Kosovës, Shqipërisë edhe Maqedonisë. Shënjestër.net. Unë jam Dardan Klinaku, jam prej shoqatës sportive Hajde si vjet. Fund nëntorit kena me organizu një turnej masiv, ku me kanë Kupa e Xhamatit, e cila ku me u zhvillu 28, 29, 30 nëntor. Në këtë turnej kanë me marrë pjesë dikun rreth 100 ekipe, me gjithsej 800 lojtarë. Komplet këta lojtarë që marrin pjesë janë prej Kosovës, Shqipërisë edhe Maqedonisë. Komo mojtë në Prishtinë, në kompleksin e fushave Princ, këto që në Dragodan. E veçanta e këtij turnej është që shpërblimi ka me qenë umre për ekipin fitues. Dihet që sporti është ai që i bashkon njerëz, edhe na për ata bojna vazhdimisht aktivitete sportive ku edhe e ngritëm vetdijen për me pas, që me thonë, aktivitet sportiv vazhdimisht, po edhe njëkohësisht me kalu ko bashkë me pas rekreacion e tjere. Kjo është hera tretë, dhe më thonë, vitin e kaluar kena mojt, edhe këtë verë e kena mojt një. Pse e keni qujtë bashkë Kupa e Xhamatit? E mira është që sikur në organizimet tjera, në turnit e kaluar, edhe në këtë turnej kena me pas refert e federatës. Ndeshja zhvillohet 20 minuta, 10 pjesa e parë edhe pjesa e dytë 10 minuta komplet 20. Ka me pas edhe të ftum special, po këta po e lojnë atë mbyllën si befasi për ditën e hapjes edhe kohën kur i japëm shpërblimet. Ka vend edhe pak, mirë po kush do të shoh që dënë me marrë pjesë, është mirë me shpejtu, për shkak se edhe pak po shkojmë drejt mbylljes, edhe kanë met edhe pak vende me u parasit si ekip. Pe tjerëve, për shtypet e atyne që kanë marrë pjesë më herët, kanë kalu shumë mirë, u kanë diçka si një lloj adrenaline, përveç, po thonë, që u zhvillu loje mirë, sporti mirë, futbolli mirë, lojtarë të mirë, edhe tash kjo që është pak më veçantë, numër më i madh, bashkëmi i pjesëmarrësve pe krejt vendeve treva shqiptare, kjo e bën edhe më interesant. Mesazhi jam i fundit është hajdeni edhe ju që merrni pjesë, mirë po edhe ju që nuk merrni pjesë, me kalu kohë me njëri tjetrin, me u kënaqë bashkë edhe të shijojna. Shënjestër.net